Greta, kë shpëton ti? Kristin. Kjo më shpëton për të vërtetuar mua që është për mua. Si, edhe ajo më ka thënë, edhe një më ka thënë mos me Kristin. Mos e zgjidh ti Kristin. Unë vazhdoj rri me Kristin, po shka. Dhe Selini dhe Mira. Të dy ishin aty prezent. Kristi vetëm është më fort se ato dy bashkë, edhe ato mundohen që unë mos afro me Kristin sepse e din potencialin edhe timin edhe të Kristit. Vendimi atyre unë e marr edhe vendos këtu. Sam të du, sepse unë e di shumë mirë që se unë i shkoj krah mua brenda javës jashtë. Për qa? Për t'i bë fresk edhe për t'i dhënë votat, mos ka shanse. Doja dhe unë një krah, një person që unë e shoh të aftë, krijoj situata, është i zgjuar. Dhe kam kuptuar gjithë lëvën Gretës. Nuk ofendon. E gjej shumë vetën ndaj personit. Greta bie komplet me këmbë saj. Greta nuk është afruar me mua për të më shpëtuar mua. Greta është duke bërë lojën e Mirit dhe Selinit. Unë e di që Kristi mua më vlerëson shumë, edhe më do, unë e ndjej këtë gjë. Për momentin Greta mua më jep bezdin në shtëpi. Për vetëm për faktin që nuk dua ta kem si Lorën, kudo jam të më vik, se unë, se ti. Po më bezdis të më drejten. Kristi vetëm është më i fortë se sa janë këto dy bashkë. Në që këtë unë bëm dhe me Kristin, unë automatikisht kështu, dhe këto nuk më dumë të mërënë. Dy emra, dy arsye. Do zgjedh dy krahët për një aleancë, Malin dhe Gretën. Më duken krahë të një aleancë edhe më të madhe akoma, që është një marrëdhënie tjetër e krijuar këtu brenda prej krevatit, që i fuqizojnë të dy këtu brenda ata.